Në çdo debat për lindjen e mesme ka një pikë ku biseda ngec. Dikush përmend politikat e SBA-s dhe Izraelit dhe menjëherë çdo kritik ndaj Iranit etiketohet si e njëanshme. Por të qenurit i balancuar nuk do të thotë të barazosh palët, kur njëra prej tyre ka ndërtuar dekada destabilizimi, shtypje dhe kërcënimesh ekzistenciale. Le të jemi të qartë, as SBA-ja, as Izraeli nuk janë aktor të përsosur, ka shumë për të kritikuar tek politika amerikane në lindjen e mesme, tek okupimi izraelit në bregun perëndimor, tek mbështetja perëndimore për regjime autoritare kur u përshtatet interesave. Por të përmendësh këto të vërteta nuk e bën automatikisht Iranin viktim, dhe kur flasim për të këqijat e shtetit iranian, nuk po bëjmë propagandë lufte, po bëjmë një vlerësim të ftohtë të realiteteve që përbëjnë rrezikun më serioz për paqen rajonale. Irani ka të drejtë të ndjejë rrezik nga rrethimi ushtarak amerikan dhe nga armiqësia e hapur e Izraelit, por përgjigjja e tij, pasurimi i uraniumit në nivele afër armëve, pengimi i inspektimeve të AIEA-s dhe retorika për shuarjen e një shteti antar të OKB-s nuk është mbrojtje por provokim. Nëse një regjim që financon Hezbollahun dhe Hamasin me bombën bërthamore nuk do të ishte thjesht një balancues rajonal, por një shtet që do të kishte kapacitetin të mbajë peng të gjithë gjirin persik dhe më gjerë. Kjo nuk është teori konspirative, është strategji e shpallur nga vetë garda revolucionare. Ajo që e bën Iranin të veçantë në arenën ndërkombëtare nuk është fuqia e tij ushtarake konvencionale, por aftësia për të hapur konfliktin. Nga Bagdadi në Damask, nga Beiruti në Sanaa, Teherani ka ndërtuar një zinxhir milicish që marrin urdhra, para dhe raketa. Kjo politik nuk synon mbrojtjen e Iranit, e ka bërë Iranin më të pasigurt, duke e futur në konflikte që nuk do të kishte, por synon të krijojë një realitet ku askush në rajon nuk mund të marrë frymë pa miratimin e Teheranit. SBA-ja dhe Izraeli reagojnë ndaj kësaj, jo në një vakum. Askush që flet për të drejtën e Iranit për vetëmbrojtje nuk mund ta anashkalojë mënyrën se si ky shtet trajton popullin e vet. Regjimi Ajatullahve ka shtypur çdo lëvizje për reformë, nga viti 2009 deri tek protestat Grua, Jetë, Liri, grevistët e urisë, avokatët e të drejtave të njerëzit dhe të afërmit e të ekzekutuarve në mas vazhdojnë të burgosen pa gjykim. Një shtet që përdor territorin brenda mund të pretendojë se sulmohet padrejtësisht jashtë. Nëse dikush mendon se kërcënimi iranian është i largët apo i kufizuar vetëm në lindjen e mesme, le të kujtoj se çfarë ndodhi në Shqipëri, që nga viti 2022 grupe hakeresh të lidhura me Ministrinë e Inteligjencës së Iranit, të njohur si Homeland Justice, kanë kryer sulme të përsëritura kibernetike ndaj institucioneve shqiptare, ta kanë depërtuar në sistemet e Kuvendit, të postës shqiptare dhe të portalit qeveritar i Albania, duke vjedhur dhe fshirë të dhëna të ndjeshme. Por më e rëndë është se këta haker nuk u mjaftuan vetëm me vjedhjen e të dhënave, por i shitën. Autoritetet amerikane kanë blerë një grup të dhënash që besohet të përmbajnë informacione personale të qytetarëve shqiptar të nxjerra nga këto sulme. Ky nuk është thjesht një konflikt i largët, është një regjim që përdor çdo mjet, duke përfshirë krimin kibernetik, për të goditur kundërshtarët dhe për të shpërndar frikën, pavarësisht se kush është viktima. Shpesh kur dikush kritikon Iranin e pret përgjigja, po SBA-ja, po Izraeli, kjo është një formë shmangjes. Të vësh në dyshim sjelljen e Iranit nuk do të thotë justifikosh çdo veprim të Washingtonit apo të Jeruzalemit, por në debatin publik, kjo ekuivalencë false e ka bërë të vështirë të flitet hapur për faktin se Irani është aktori që ka nisur më shumë luftra prokuriale, që ka kërcënuar më hapur shfarosjen e një vendi antar të OKB-s dhe që ka injoruar më shpesh kërkesat e komunitetit ndërkombëtar për transparencë bërthamore. Të flasësh për të këqijat e Iranit nuk është thirrje për luftë, është thirrje për ndalur së trajtuarit e Iranin si një aktor racional që thjesht po përgjigjet ndaj agresionit perëndimor. Sigurisht Irani ka arsye të ndihet i rrethuar. Historia e ndërhyrjeve perëndimore në rajon nuk është e lavdishme, por përgjigja ndaj këtyre padrejtësive historike mund të jetë krijimi një perandorie të paqëndrueshme, të armatosur bërthamore dhe të hetur për konflikt. Nëse duam vërtet një lindje të mesme më të qëndrueshme, duhet kemi guximin t'i themi Iranit të vërtetën, pa e mbështjellë me justifikime, sepse paqja nuk ndërtohet duke mbyllur syt para rrezikut më të madh të rajonit.